Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin me të gjithë energjinë në fakt për të qenë pranë jush. Jam në këtë minutash me ju për të komentuar dhe për të ndarë një lajm që në fakt ka qenë një pikpyetje e madhe për ditë me radhë, marrëdhënia e Gjestit edhe marrëdhënia e Gimbos. Çfarë po ndodh me Gjestin, çfarë po ndodh me Gimbon, që nga momenti kur Gimbo është njohur me Selin, marrëdhënia e çiftit është shkatruar, është prishur, Selina ka qenë ajo e cila në fakt ka bërë një krisje të kësaj marrëdhënie, do me thënë ka patur komente të shumta, ka patur lajme të shumta, ka patur dinamika të shumta në fakt rreth një ngjarjeje të tillë, por siç duket mbrëmja e datës së 10 i ka shuar të gjitha amendzimet, i ka ndaluar të gjitha aludimet që kanë të bëjnë në fakt mes dy shokëve dhe partneres së tjetrit, do të thënë partneres së Gimbos. Unë gjithmonë e kam thënë që është shumë e vështirë që të vije dikushi në jetë i ri, ta dashurosh edhe të ketë një ndikim të madh që të të largoj dhe ta shkatërroj marrëdhënien tënde me shokun tënd më të mirë. Unë mendoj që Gimbo dhe Gjesti tashmë i kanë vënë ato pikat e tyre mbi i, në kuptimin që do me thënë Gimbo vrapon pas suksesit të vet, mundohet që ta shfrytëzon atë emër që arriti, sepse në të vërtet nuk është e lehtë që të arish emër, nuk është e lehtë që të krijosh imazh, do me thënë ti atë emrin e arrin me shumë vështirësi, me shumë vite, me shumë punë dhe me shumë lodhje, dhe në këtë rast, do me thënë Gimbo mendoj që është në atë kohën e tij të duhur për ta shfrytëzuar momentin. Unë besoj që momenti vjen një herë në jetë dhe këto njerëz, do me thënë, e shfrytëzojnë. Pash një raport të bukur mes Gimbos edhe Gjestit, Gjesti si gjithmonë me adrenalin, me pozitivitet i mori edhe vendin e punës Gimbos në një farë mënyre, që mos e bëjmë, do me thënë, si lajm të madh, dhe e bëri që Gimbo të jetë në qendër të vëmendjes përsëri. Pash një raport korrekt dhe këtu do me thënë del në padë fjala e Selinës, që të gjitha ato fjalë në fakt që u folën, që u munduan të përbuzin, që u munduan të gjuajnë tokë, qoftë edhe vlerën e Selinës, qoftë edhe personazhin e Selinës, qoftë edhe njeriun e Selinës, mua mu duken, do me thënë, fjalë boshe, dhe Selina arriti që të merr atë medaljen e artë në shpirtin e saj që dëshironte ta merr. Do me thënë, marrëdhënia ishte shumë e bukur. Tani unë e di që Gimbo është duke punuar një projekt që do ta sjellë së shpejti. Projekti me Selinën pati një sukses të jashtëzakonshëm, por që ka një krisje, ka një hidhërim, ka një inat, ka një mlef mes të dy shokëve. Kjo është lajm i rem që e kam thënë, do me thënë, gjithmonë, që unë kam patur ato qëndrimet e mia në fakt rreth kësaj situate, do me thënë Gimbo dhe Gjesti din të ruajnë shoqërinë, shoqëria nuk prishet brenda një dite, pa marrë parasysh në çfarë etapa jetë arrin dhe din të mbajnë bërthyer publikun për ekrani.